Haxhinjtë e ardhshëm nga Tetova me rrethin të dielën në Pallatin e Kulturës në Tetovë patën një seminar trajnues për Haxhin 2026, një takim me rëndësi të veçantë shpirtërore dhe edukative për besimtarët që synojnë ta kryejnë këtë adhurim madhështor. Organizatori i këtij seminari, Myftënia e Tetovës, ligjeroi mbi urtësitë, objektivat dhe rregullat e Haxhit, duke theksuar dimensionin organizativ, shpirtëror, edukativ dhe moral të këtij ibadeti. Nëpërmjet këtij seminari informohen haxhit në detaje në mënyrën se si kryhet haxhi, duke filluar nga veshja e ihramit, e bërja e niyetit, pastaj rregullat gjatë qëndrimit në Mekë, vizitat të cilat do të bëhen. Sot edhe informohen se çdo grup i haxhive ka udhëheqës edhe rregullat në detaj se si kryhet haxhi. Pra bëhen shpjegime të detajuara rreth ibadetit të haxhit, për arsye se ka disa kushte, disa sharte që duhet të realizohen, dhe nëpërmjet të këtij seminari ne informojmë, pra u shpjegojmë mënyrat dhe rregullat e haxhit që duhet të kenë kujdes prej momentit kur veshen me ihrame, etikës edhe terbijes, sjelljes në Kabe, në Arafat, pastaj gjatë udhëtimit në Muzdelife, Mine, të gjitha pra rregullat e haxhit u shpjegohen në detaje. Nga Tetova, për në vendet e shenjta do të udhtojnë 440 njetlinj, bashkë me shoqëruesit e tyre, hoxhallarët, udhëheqësit dhe ekipin mjekësor, me çka shifra mbarin në 460. Janë bërë tashmë të gjitha paraprgatitjet. Udhëtimet me aeroplan nisin nga 17 maj. Ne të gjitha paraprgatitjet i kemi bërë për sa i përket aspektit të udhëtimit, siç është çështja e vakcinimit, çështja e rregullimit të dokumentacioneve të ndryshme, dhe sot përmbyllim këtë aktivitet para nisjes me shpjegimin në detaj se si kryhet ibadeti i haxhit. Dhe pastaj në 17, 18 dhe 19 maj, haxhit nga Tetova do të fluturojnë për në Mekë, do të udhtojnë për në Mekë për ta kryer haxhin. Nga Myftënia e Tetovës thanë se haxhi nuk është vetëm një udhtim fizik drejt vendeve të shenjta, por një rrugtim i thellë i pastrimit të shpirtit, përforcimit të besimit dhe afrimit me Krijuesin. Për fund, Myftënia e Tetovës luti Allahun e madhëruar t'ua pranojë niyetet të gjithë haxhilerëve, t'ua lehtësoj udhtimin dhe t'i begatoj me haxh të pranuar dhe të dobishëm.